Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra. Në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ku e kemi cekë vazhdimisht në këtë serial, që është muaj i Kuranit, muaj në të cilin zbriti Kurani Adhimushan. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka cekë në për shumë ajete kuranore, sidomos ku Allahu subhanahu wa taala thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr. E kemi zbrit këtë Kur'an natën e Kadrit, në Ramazan. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaj i Ramazanit në të cilin ka zbrit Kur'ani. Ki muaj i Kur'anit a thuval sa hatme i bane. Po vëllezër, dikush prej nesh mund të më thonë o hoç, unë më nxesam duke ëndru një tabaj. Nuk them që është pak. Elhamdulillah. Mirësia është edhe gjys hatme, edhe disa faqe. Mirë po ti i cili je i kureshtar, je shumë i guximshëm që të shtyesh me njerëzit e mirë, dhe Allahu subhanahu wa taala e thek wa fi dhalika falyatanafisul mutanafisun, dhe në këtë le të bëjnë gara garuesi në punë të xhairit, punë të mira, andaj sa hat me i bane. Abdullah Uthmani ibn Affani radhiyallahu anhu e ka bë hat me Kur'anin për një natë. Dhe ja tash kemi pasë raste që të jemi prezent në për disa mezhlise të ulemave apo vende ku adhuron Allahun subhanahu wa taala, kemi dëgjuar prej tyre që për një natë për 8 orë e gjys e kanë bërë Kur'anin hatme në namaz. Dhe për dikonin është të absurde, si ka mujt, po vëllezër. Ka besimtar që për një natë e bëjnë Kur'anin hatme. E sa është një shpërblim i madh i një faqës që në të mundet të gjindën 300 e diçka shkronja me një faqe të Kur'anit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, një shkronjë është 10 sevape. Elif lam mim. Elif shkronjë, lam shkronjë, mim shkronjë, 30 sevape. Njeriu 30 sevape i merr vetëm duke thonë elif lam mim. Sa hat me i bane. Kurani yt do të jetë dëshmitar për ty në natën e varrit. Kurani yt, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamati shafian li ashabi. Lexoni Kur'anin se Kur'ani do të vere shefat ndërmjetësues në ditën e gjykimit. Po, Kur'ani do të jetë shoqërues në varr, ndërmjetësues në ditën e gjykimit dhe është ruajtës që besimtarit të ruhet nga magjia, nga veprat, të cilat mund të jenë si sprov për ta. Andaj sa hatme besimtarit dëshiroj apo i bari deri tash, çose deri në këto momente, të ka hik koha, mundohet që ta ndajsh një program në të cilin ti do të lexosh edhe më tepër në këtë ditë të mbetura të Ramazanit. Andaj lut Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala, që Allahu ta bëjë Kur'anin pranverë të zemrave tona, të dëshiruar në zemrat tona, që të jese ndërmjetësues, shoqërues dhe mbrojtës për neve dhe ngritës i derejgjeve në ditën e gjykimit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.